Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Prej rregullave të hyrjes në banjë apo në tualet, është se është mekruh, është e papëlqyeshme që njeriu me hyrë në banjë me diçka që përmban dhikr të Allahut azza wa jall. Sikurse me libra që përmban ajete, hadithe, pejgamberit alayhis salam, sikurse libra të tefsirit, hadithit, të dijes në përgjithësi, dijes fetare. Kjo është mekruh, ndërsa hyrja me mushaf është haram. Do të thonë hyrja me mushaf është haram. Përjashtim bën vetëm atëherë kur do të thonë njeriu ka nevojë ose ka të domosdoshme me hyrje me mushaf ose me diçka që përmban dhikr të Allahut azza wa jall. Fjalët e Allahut azza wa jall ose hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Sigurisht që me pas para në cilën aty është fjala la ilaha illallah, sikurse në rialet Arabi Saudite deri vonë ka qenë rialin një rial që do të thonë aty la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, e që është do të thonë flamuri e Arabi Saudite. Pra është përmendur fjala e Allahut azza wa jall. Pra në këtë rast njeriu nuk mund të milon parat jashtë, sepse mund të dikush më ia vjedh. Ose nëse për shembull ka me vete disa libra të fesë, qoftë libra të tefsirit, ose të hadithit, ose libra të përgjithësi, mirë po libra fetar, ku në to ka mundësi me pas emrin e Allahut azza wa jall, ose mund me pas ajete kuranore, dhe njeriu fregohet që nëse i lën jashtë, mund të më përçmu edhe më shumë, mund të shmu edhe më përdos edhe më shumë, ose mund të dikush edhe me vjedh ato libra, atëherë në këtë rast, nëse nuk ka ndonjë vend tjetër, atëherë lejohet që ai t'i merr me vete, por edhe kur t'i merr me vete dhe të hyjë në banjë, atëherë do të gjejë një vend përshtatshëm, sepse mundën në disa banjë me qenë ato pak më të mëdha, me pas vend ku varen teshët ose varen vend për libra ose për diçka përgjithësende, atëherë i largon prej vendit ku është duke kryer nevojën fiziologjike. Pra në raste të caktuara kur ka nevojë, kur ka domosdoshmëri, fregohet që kanë një vjedh, ose kanë më përdos, ose kanë më nëshmu, ose edhe më shumë ato libra, ose që ka përmban për tyre, atëherë themi se lejohet. Cili është argumenti se është mekruh, do të thonë që njeriu të hyjë me diçka që përmban dhikr të Allahut azza wa jall. Fjalët e Allahut azza wa jall ose hadithet e pejgamberit alayhis salam, do të thonë diçka për fesë. Argumenti është fjala Allahut azza wa jall, "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Ai cili i madhron sha'air Allah, shentrit Allahut azza wa jall, simbolet Allahut azza wa jall, ai cili madhron dhe i nderon simbolet Allahut azza wa jall, atëherë kjo dëshmon për devotshmërinë e zemrës. Kjo është prej devotshmërisë së zemrës. Padyshim se librat e fesë janë për simboleve të Allahut azza wa jall, janë gjë që Allah azza wa jall në ka urdhëruar që me i ngritë, me i nderuar, me i respektu. Argumenti është ajeti i cili është i përgjithshëm dhe në ta, do të thonë, jemi të urdhëruar me i nderu ato që ka, do të thonë, përmbajnë ato, ka në to gjëra të cilët, do të thonë, Allah azza wa jall ka urdhëruar me i nderu ato, që janë librat e dijes, duke përfshirë libra të tefsirit, e hadithit, e libra të tjera. Do të thonë, kjo është argumenti, sepse esenca është që ato më nderu e jo më përdos. Është mekruh, është e papëlqyeshme që njeriu gjatë qëndrimit të tij në nevojtor ose në banjë të flet, të bisedon me dikon, i cili është jashtë. Do të thonë, kur është njeriu në banjë, është mekruh që të bisedon. Ka një hadith që është muttarib, hadith dhaif, mirë po për këtë dëshmon edhe një hadith tjetër që do të përmendim. Kjo hadith është, do të thonë, la yadhhabu ar-rajulani yadribani al-gha'id yukallimu ahaduhuma sahibahu fa inna Allah yamqutu ala dhalik. Do të thonë, mos të shkojnë dy persona në banjë për të kryer nevojën dhe pastaj aty i flet njëri tjetrit me fjalë, sepse Allah azza wa jall urren një gjë të tillë. Sikur të kishte qenë hadithi sahih, atëherë kishte mund të kuptuar që një gjë e tillë është haram, sepse urrejtja e Allahut azza wa jall ndaj diçkaje tregon që ajo dispozit, do të thonë, është haram, sepse Allah azza wa jall urren një gjë të tillë. Mirë po, pasi që hadithi nuk është
sahih. Atëherë disa kanë marrë për këtë, mirë po disa edhe kanë marrë për bazë hadithin Abdullah ibn Umayr radhiyallahu anhu, ku tregon se një njeri ka kaluar pranë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe ka dhënë selam pejgamberit alaihi salam, pejgamberi alaihi salam nuk ja ka kthy selamin atij personi. Që dashman se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ka dashur me fol. Nuk ka dashur me fol, bile edhe domethënë ja kthy selamin njeriu të tillë. Dhe domethënë njeriu kur është në banjë dhe flet, kjo është edhe domethënë e pahishme. Është e pahishme edhe konsiderohet që nuk është domethënë diçka është e kundërt me turpin. مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. Ata që kanë arritur njerëzit të kuptojnë prej fjalëve të pejgamberive të mëhershme është se nëse nuk i marrë bën çka dush. E kjo është domethënë kundërta e marrës, domethënë nuk është prej marrës edhe ndaj Allahut azza wa jall, po edhe në marrës në raport me njerëzit kur ta dëgjojnë për shembull se dikush është duke folur me dikon tjetër i cili gjendet jashtë banjes. Mirë, po edhe këtu, domethënë bën përjashtim, bëjmë përjashtim në ato rastet kur ka nevojë. Njeriu ose është në gjendje domosdoshmërisë për me fol. E kur është në gjendje domosdoshmëri, kur ka e din që dikush për shembull është rrëzuar ose është rrezik jeta e tij, atëherë duhet gjithsesi me fol, edhe nëse duke qenë në banjë. Ose nona, e cila është në banjë ka hi me krye nevojën fiziologjike ose për diçka tjetër, atëherë dhe e ka fëmijën e saj i cili është jashtë banjës, edhe din që ai fëmijë nuk rrin përveç se me nanën e vet, atëherë flet her pas here fëmijët në mënyrë që me mbajt edhe mos me çajt ai ose mos me undi, domethënë vetëm. Në këtë rast, në këto raste, domethënë të domosdoshmërisë ose të nevojës, atëherë është në një gjë të tillë është e lejuar. Mirë, po në momentin kur hin, edhe nëse nuk e kryen nevojën, kanë thënë dietarë që është mekruh me fol me tjetrin i cili gjendet jashtë. Po ashtu është mekruh tek disa prej dietarëve, do të thonë që njeriu të urinon në vrima, në vendet ku ka vrima qarje. Vendet ku ka, për shembull, dal jashtë në hapësirë, edhe vjen një vend, është që ka vrim, ka qarje, qarjen domethënë në shkambës së diçka tjetër, kanë përmendur që është mekruh një gjë e tillë. Nuk ka ndonjë hadith sakt nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, po disa prej selefit, sikurse ka thënë se këto vende që banojnë gjend. Prandaj është rrezik që kur njeriu urinon në ato vende, atëherë ata më dalë dhe me dëmtu personin. Me dëmtu personin. Ose disa prej dietarëve kanë thënë se në këto vende ka insekte dhe zvarranik të ndryshëm, që cilët jetojnë këto. Dhe në momentin kur njeriu, urinon në ato vende, atëherë mund me dalë një gjarë për ndonjë zvarranik tjetër dhe me sulmu, bile edhe me bo që me vdek ky person për shkak të helmimit nga gjarpri ose nga krep ose diçka tjetër për shembull. Ose mundën që me pas aty insekte të ndryshme të cilat pastaj kur urinon, atëherë me ato, domethënë me u bë të ndotura dhe pastaj me u kap në këtina, me dal pej atina venit edhe me u kap në trup dhe me ndop trupin e tina. Pra nuk ka ndonjë hadith nga pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, mirë po vetëm si, domethënë që mund me kanë një rrezik i tillë eventual, ose qoftë nga insektet, qoftë nga zvarranik të ndryshëm, ose qoftë edhe që kanë përmendur disa, nëse është sahih prej selefit që ka mundësi që të jetojnë gjindet në ato vende, në ato qarje, në ato vrima. Është një çështje tjetër, a bën që njeriu gjatë urinimit ose gjatë pastrimit nga nevoja e madhe ta prek organin e tij me të djathtën e tij. Do thonë a lejohet që njeriu me prek organin gjenital ose të merr, domethënë ta largon pastërtin nga ai nevojën e madhe me të djathtën. Ka ardhur një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Hadithi në Buhari dhe Muslim. Hadithi është i saktë, domethënë la yumsikunna ahadukum dhakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, askush prej juve mos ta kap organin e tij gjenital me të djathtën e tij duke qenë në gjendje kur është duke urinu. Wala yatamassah min al-khala'i bi yaminihi. Dhe mos të
merr taharet, që thonë të na, do të thonë mos ta largojnë dytësirën fiziologjike me të djathtën e tij. Ky hadith e pejgamberit alayhis salam ka ardhur në formë ndalese. Mirë po, dietar ka mos pajtime se një gjë e tilla është haram apo është vetëm mekruh. Tek shumica e dietarëve, domethënë një gjë e tilla është mekruh. Përderisa ka edhe dietarëve që thonë që është haram, sepse kjo lidhet domethënë kuptimi i kësaj ndalese. Se në esenca kur vjen ndalesa është që ajo ndalesa aludon që një gjë e tillë është haram. Mirë po, a bën përjashtim dhe a ka raste ku një ndalesë e cila ka ardhur në formë të prerë, mos me qenë në formë të prerë, kanjëherë ka raste të ndryshme. E këtu kanë thonë disa prej dietarëve, ka thonë kjo çështje ka të bëjë me edebin, ka të bëjë me edukatën. Dhe kur vjen ndonjë ndalesë ose ndonjë urdhëresë, kanë thonë se rregulla e përgjithshme që ajo urdhëresë nuk është e formës së prerë dhe nuk përfitohet prej saj që një gjë e tillë mund me kon për shembull kur vjen te urdhëresa me qenë vajib ose kur vjen te ndalesa me qenë haram. Kanë thonë me kanë përmend këtë rregull si domethënë rregulla të përgjithshme. Kanë thonë domethënë ajo urdhëresa ose ndalesa e formës së prerë nuk kuptohet prej saj se një gjë mund me kon ose haram për ndalesë ose vajib për urdhëresë. Kjo është esenca, parimi. Mirë po, e kam përmendur një rregull që kur vjen puna te edebet, atëherë këtu zbutet pakës. Zbutet pakës dhe domethënë ndalesa ka lënë në mekruh, ndërsa urdhëresa ka lënë në mustahab. Kjo është domethënë një mendimi i shumicës së dietarëve. Me të vërtetë kjo dallimin mes asaj çka është edeb, çka nuk është edeb, nuk është edhe lehtë. Për arsye se, për shembull, pe edebe vash që njeriu me ngrohen me të djathtën, mirë po është ka vajib, domethënë nuk bën me të majtën. Domethënë ka pe edebeve që nuk kuptohet për tyne që ka edhe pe edebe që konsiderohen vajib. Për këtë arsye, këta dietar, domethënë shumica dietarë konsiderojnë që është një gjë e tillë mekruh, ndërsa ka pe dietarëve që thonë është një gjë e tillë është ndaluar me haram, sepse ndalesa ka ardhur në formë të prerë, nuk ka ardhur diçka që e ka zbut këtë ndalesë me bë që me nuk kuptuar pse sa në që është mekruh dhe mbetet në parim që është ndaluar, që është haram. Disa e kanë bën atë dallimin mes të prekjes së organit gjenital dhe domethënë pastrimit pas nevojës së madhe, kanë thonë se pastrimi pas nevojës së madhe është më i vështirë, më i rëndë, për këtë arsye, për këtë mund me thonë që është ndaluar, është haram, për prekjen e organit gjenital është ka thonë është mekruh. Pasi do të thotë njeriu nuk duhet me përdor dorën e djathtë të tina kur kur urinon ose kur kur e kryen kur pastrohet pas nevojës së madhe dhe sidomos pas nevojës së madhe nuk do të më veprojë në gjë të tillë sepse ndalesa ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po çu më kuptu, atëherë njeriu për mos me hinë, mos pajtimin ndërmjet dietarëve, atëherë më mirë është që mos me e praktikojmë, domethënë gjithsesi me vepru një gjë të tillë me dorën e majt përveç se nëse domethënë ka raste të ndryshme kur ai nuk mundet me vepru një gjë të tillë me dorën e majt dhe detyrohet me vepru me dorën e djathtë. Për shembull kur është dora tina paralizuar ose ka dorën e thyme ose ka dorën e përkryme që thonë tani, ose raste të ndryshme kur nuk mundet me përdor dorën e majt, atëherë po, dorën e djathtë lejohet atina me përdor. Mirë po, në raste normale atëherë jo. Në raste normale mos ta përdor. Ka ardhur edhe mos përdorimi, domethënë ai ndalesa për përdorimin e dorës gjatë largimit të ndysirës nëpërmjet gurve apo letrës. Wala yastatib bi yamini ka ardhur hadithi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, domethënë edhe këto hyn edhe ai rasti kur njeriu domethënë dëshiron me larguat ndysirën fiziologjike nëpërmjet gurve apo nëpërmjet edhe letrës, që do të vjen më vonë. Është çështje tjetër, a është haram, apo është mekruh, apo është lejuar që njeriu gjatë kryerjes së nevojës, domethënë të kthehet ka kibla apo t'ia kthen shpinën kiblës. Domethënë kur është
Pa marrë parasysh, a është në vend të hapur, apo është në ndërtesa, në shtëpia, në për vende të ndryshme të cilat, domethënë janë të ndërtuar për kryen e nevojave fiziologjike. Domethënë, të cilat kanë mure, si më thon mure. Pra nuk është vendi i hapur. Është çështje, për çështjeve domethënë për të cilën dietarët kanë debatuar shumë. Për arsye se ka hadithe shumë nga pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe dietarët kanë mos pajtime çish mi kuptu këto hadithe. Dhe kjo është një kjo mesele, është një për aty në meseleve se që na tregon neve se çish dietarët i kanë shikuar tekstet. Dhe çish i kanë zbatuar rregullat e usul fikhut, secili me mënyrën e vet për me dalë të një përfundim i caktuar. Për me dalë të përfundimi, për shembull që është e lejuar apo nuk është e lejuar. Edhe këtu njeriu tash e kupton atfar gjersinë e fikhut. Dhe domethënë mos fanatizmin në fikh, sepse janë disa çështje për të cilat ka argumente të forta nga të dy palët. Edhe këta e kanë për shembull argumentin e fortë, çu do të vjen, edhe këta kanë argumentin e fortë. Vetëm dallimi ka qenë në kuptimin e këtyre teksteve. Dhe në këto raste, domethënë njeriu mundet me përgjigj ndonjë mendim. Unë më thonë kam mendimin kështu. Mirë, po jo me konsideruar çaj tjetri, domethënë gjithsesi, domethënë është devijuar ose diçka ose që nuk e ka kundërshtuar sunetin e pejgamberit alayhis salam. Për arsye se çu do të vjen, pra janë të dy palët, domethënë të dy argumentet janë, domethënë gati të njëjtës kategori. Është hadithi e Abu Ayyub al-Ansarit. Do të nisim me haditheve. Është hadithi e Abu Ayyub al-Ansarit ku ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "La tastaqbilu al-qiblata bigha'tin wala bawlin wala tastadbiruha, walakin sharriqu aw gharribu." Qala Abu Ayyub: "فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل." Abu Ayyub al-Ansari thot, e kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: mos u ktheni në drejtim të kiblës, e asme sa ktheni shpinën kiblës kur jeni duke urinuar ose duke kryer nevojën e madhe. Walakin sharriqu aw gharribu. Domethënë mirë po kthehuni ka lindja apo perëndimi. Tash dikush i cili nuk e kupton hadithin e pejgamberit alayhis salam thot lejohet lindja kthimi ka lindja apo ka perëndimi me tekst hadithit. Edhe nuk e kupton pozitën gjeografike të Medinës. Ka raste kur bashkëqibla qëllon në lindje apo në perëndim. Mirë po, qëllimi me këtë hadith, kur ka thonë pejgamberi alayhis salam ka lindja, këta nuk ka lindja, ose ka perëndimi, qëllimi me kallëzu se banorët e Medinës do të kthehen ka lindja ose perëndimi. Për arsye se kibla aty në është ka jugu. Kibla e banorëve të Medinës është ka jugu. Kthimi i shpinës është ka veriu. Atëherë kanë mbetë edhe dy anë, të cilat janë lindja dhe perëndimi. Ka thonë atëherë kthehen ka lindja dhe perëndimi. Pra, mas pari kjo është kuptimi i saktë. Jo që dikush mund me ardhë me kuptu tekstin sipas mendjes tina me thonë, po, sipas kuptohet që nuk lejohet, po nëse është kibla për shembull në anën lindore ose perëndimore, hadithi po kuptoj ka tina që lejohet. Ja, ai ka folur për banorët e Medinës. Pra, hadithi ka ardhur në këtë kontekst për banorët e Medinës. E dyta, këtu ka ardhur la tastaqbilu al-qiblata wa la tastadbiruha. Domethënë ka ardhur ndalesë e cila përfitohet prej saj me la që është domethënë ndalesë e prerë, në sens është ndalesa që përfitohet prej saj dispozita që është e formës e prerë që është haram. Domethënë gjë e tillë është haram. Pra, sipas hadithit nënk kuptohet që kthimi drejt kiblës apo kthimi i shpinës kiblës është haram. A ka specifikuar diçka? Nuk ka specifikuar. Pa marrë parasysh është në fushë, në mal, apo është në ndërtesë. Hadithi është i përgjithshëm, nuk ka specifikuar diçka. Ka ardhur edhe në kuptim të këtij hadithit, hadithi Selmanit radhiyallahu anhu, edhe hadithet e tjera në të shopta. Mirë, po vetëm përmendni një, domethënë këtë hadith e Abu Ayyubit sepse është hadith pak më i qartë. Tash ka ardhur një hadith i Abdullah ibn Umerit. Kjo është në Buhari dhe Muslim, edhe hadithi i Selmanit ashtu. Hadithi Abdullah ibn Umerit radhiyallahu anhum, domethënë radhiyallahu anhum për të gjithë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është në Buhari dhe Muslim. Çka ka thënë Abdullah ibn Umer, ka thënë raqitu yawman ala bayti Hafsa. Fa ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustadbir al-Ka'bah mustaqbil ash-Sham. Thot një herë kam hypur
përmbi atë vendin ose shtëpinë e Hafsës. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka pasur disa gra, mesën e tyre edhe ka qenë i martuar me Hafsën, motrën e Abdullah ibn Omerit. Edhe thot kur ka hyrë një herë Abdullah ibn Omeri përmbi shtëpi, e ka pa pejgamberin alayhis salam duke kryer nevojën e tij fiziologjike, e kishte kthyer shpinën kiblës dhe ishte drejtuar ka Shami. Me thonë, ja kishte kthyer shpinën kiblës. Mirë, Abdullah ibn Omeri ka pas për qëllim me shiku pejgamberin alayhis salam, apo e ka rreth që thënë të na zgabim shumë, apo ja, ne ka pas shikimi i avretit të tjetër është i ndaluar, mirë po ka qelluar ashtu edhe ka pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Tash dietarët kur vinë te këto hadithe kanë mos pajtimje se me marr, se ky hadith, domethënë me shku me të parin një dispozit tjetër, hadithi tjetër, dispozit tjetër, çish me bë bashk, cilat janë kontradikta në shikim të parë. Për këtë arsye në këtë meselë ka 6 mendime të dietarëve. Domethënë 6 mendime të dietarëve, unë më përmend se si në përgjithësi disa dietarë thonë është haram, pa marrë parasysh a është në ndërtesa apo është në fushë. Është haram kthimi drejt kiblës, edhe është haram kthimi i shpinës kiblës. Disa prej dietarëve kanë thonë lejohet një gjë e tillë, nuk është haram. Disa dhe kanë thonë është mustahab që njeriu më largu nga kibla, mirë po nuk është haram. Është mekruh ndoshta më drejtu ka kibla. Mirë po një gjë e tillë nuk është haram, kanë thonë. Sepse vetë praktika pejgamberit alayhis salam kanë thonë se dëshmon se një gjë e tillë është e lejuar. Kur e ndalon me gjuhë atë dhe praktikon një gjë e tillë, tregon se një gjë e tillë është mekruh. Qysh edhe ka raste të tjera. Kur domethënë ka ardhur disa nga dalesat pejgamberit alayhis salam, pastaj ka ardhur që vetë ka praktikuar atëherë, kanë thonë disa pediatrë është rregull e usul fikut që wa rabbama yafalu li makruhi mubayyinan annahu litanzili. Domethënë është një vjerë që përdoret dhe aty tregon dietar domethënë ndonjëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e vepron ndonjë mekruh. Mirë po ose diçka cila në esencë është e urrëtur për me tregu që është e lejuar edhe pse është e urrëtur. Për këtë arsye se përket atij është gjë e cila është adhurim ndaj Allahut azza wa jalla, sepse po dëmi kallzoi metet që një gjë e tij është e ndaluar, ndërsa për të tjerë ato është mekruh. Kështu është një rregull. Kan thonë është mekruh një gjë e tij. Disa prej dietarëve kanë thonë i bëjnë bashk, sikurse që është mendimi i shumicës së dietarëve, duke përfshirë Malikit, Shafiit dhe Hanbelit, kanë thonë se i bëjnë bashkë duke thonë se hadithi Abdullah ibn Omerit e ka specifikuar hadithin e Ebu Ejub al-Ansarit edhe hadithet e tjera. Dhe thonë se hadithi e Ebu Ejub al-Ansarit mbetet vetëm kur gjinë njeriu në fushë, ose në vend të hapur. Pra kur gjinë njeriu në vend të hapur e ka haram më drejtu drejt kiblës ose më kthy shpinën kiblës. Ndërsa kur gjinë në ndërtesë, sigurisht që është që ka pa Abdullah ibn Omeri pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atëherë një gjë e tillë dëshmon se lejohet një gjë e tillë. Sepse ka muri i cili e ndërpret. Kështu kanë thënë këta dietar. Dietarët e tjerë, sikurse Hanefit, sikurse edhe Sheikhul Islam ibn Taymija thotë se ja hadithin e marrin për bazë ato hadithe që ka ardhur në formë të prera, të cilat nuk bojnë ndonjë specifikim. Ndërsa se përket hadithit të Abdullah ibn Omerit, kemi përgjigje për këta. Se para, kanë thonë na punojna me disa rregulla të usul fikut. Ata të dytit, domethënë mendimi i dytë, edhe ata kanë thonë, domethënë hadithi është ardhi përgjithshëm, ka ardhur tjetër ka specifikuar dhe ne domethënë punojmë me këta. Ka tjerë kanë thonë, ja shikojmë pe një prizmë tjetër. Kanë thonë mas pari, hadithet që kanë ardhur për ndalesë, që nuk kuptohet për aty në ndalesave haram, janë hadithe shumëta. Hadithi e Ebu Ejubit al-Ansari, hadithi i Salmanit, hadithet e tjera. Dhe aty nuk ka ardhur ndonjë specifikim. Ka thonë aty ka ardhur ndalesa dhe e cila është më e fortë se sa lejesa. Dhe është një rregull në usul fiqh. Idha ijtama al-hadiru wal-mubihu quddima al-hadiru ala al-mubih.
Është një rregull në usul fiqh që thotë se kur vjen kundërshtim lejesa dhe ndalesa, cila është më fort ndalesa? Cila është më fort ndalesa? Kur ka mospajtime ndërmjet dietarëve, ka ardhur lejesa dhe ndalesa, atëherë anojmë ka ndalesa. Për shembull tek mushka. Për shembull, veç me marr si shembull. Mushka, domethënë gomari dhe kali. Gomari është i ndaluar mishi i tina, kali po. Mushkës, cila është, atëherë shikon kanë thënë te ndalesa se është më e fortë ndalesa në këtë rast. Për me kallzu vetëm me ilustru që kanë shiku këta dietarë. Domethënë, këta dietarë kanë shiku që në këtë rast ndalesa është më e fortë se sa lejesa. Atëherë punojmë me ndalesë. Kanë thënë e dyta, hadithi i pejgamberit alayhis salam ose hadithet e Abu Ayyubit Ansari, Salman al-Farisiut të tjerë janë fjalë, ndërsa ajo tjetër është vepër. Kur vjen ndesh fjala dhe vepra, edhe kjo është rregull usul fiqh, atëherë vendoset përpara fjala. Pse? Fjala. Për arsye se fjala është si rregull i përgjithshëm, legjitsim i përgjithshëm për këtë umetin. Ndërsa vepra është diçka që mundet më unë kuptu besoj që është e posaçme veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka disa vepra që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë bën përjashtim pe umetit, qoftë në diçka të lejuar ose ndaluar. Sigurisht në çështje të martesës, çështje të ndryshme ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam domethënë ju kanë lejuar ose e kanë ndaluar disa gjëra edhe përderisa umetet e tij ju kanë e kundërta atyne. Pra, kur vjen në kundërshtim kanë thënë fjala me veprën, atëherë i bie e qesëm përpara fjalën se është legjitimi i përgjithshëm, ndërsa vepra në këtë rast ka mundësi me kon e posaçme vetëm për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, lejuar vetëm për ta, jo për këtë umetin. Dhe për këtë arsye kanë thënë punojna me hadithet e shumta, jo me hadithin e Abdullah ibn Umerit, se është plus edhe ai e ka pas, që thonë të nas, gabim shumë e ka pa, ka qenë domethënë në mënyrë të msheftë kështu me radhë, se dëshmon se një gjë e tillë ka pas mundësi me kon e posaçme veç për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe nënën tjetër kanë thënë, sikur të kishte qenë e lejuar ose mos kishte mos specifikuar vetëm ana, domethënë që lejohet m'ia kthy shpinën e jo më drejtim kiblës, sepse kështu ka ardhur hadithi Abdullah ibn Umerit. Hadithi Abdullah ibn Umerit që ka pa Abdullah ibn Umer radhiyallahu anhu, pejgamberi alayhis salam, që e ka pas shpinën kthyer ka kibla, jo që ka qenë në drejtim të kiblës. Pse u zgjerova në këta, vetëm me të tregu, domethënë se si dietarët shikojnë, jo që kanë punuar pa dije ose flasin pa dije. Secili prej dietarëve në raste të caktuara kur vijnë argumentet e forta nga të dyja palët, domethënë shikojnë çysh me lexu këto tekste. Edhe domethënë është mendimi më i fortë është ky mendimi i cili thotë se në përgjithësi është i ndaluar. Në përgjithësi është i ndaluar për këto që i përmendëm më herët, mirë po qëllimi nganjëherë nuk është vetëm me tregu një rregull se një rregull të caktuar. Mirë po qëllimi me tregu se edhe fikosh të gjon, por edhe njeriu do të më mësu gjë shumë, edhe rregullat usul fiqh, por do të më shikoj edhe çysh i kanë praktikuar, se çysh i kanë zbatuar këta dietar këto rregullat usul fiqh në tekste. Jo vetëm që dikush e mëson rregullat usul fiqh, do më praktikuar ku duhet e ku s'duhet. Për këtë arsye i të bën krejt ato tekstet e nganjëherë, për shembull dietarët kur i të bojnë këto tekstet, nganjëherë e shikojnë me një prizme, në meselë tjetër kështu me një prizme, i mbledhin të gjitha. Qëllimi pra është vetëm me tregu, domethënë disa prej sebepeve të mospajtimit të dietarëve dhe praktikisht çysh i shikojnë dietarët. Thash, është mendimi më i fortë është që nuk lejohet në përgjithësi. Domethënë drejtimi drejt kiblës ose kthimi i shpinës nga kibla pa marrë parasysh a është në njeriu në hapësirë apo është në ndërtesë. Nga kjo që përmendëm më herët, nëse domethënë e marrim atë mendimin që nuk lejohet në përgjithësi as kthimi drejt kiblës apo kthimi i shpinës kiblës, nëse njeriu e ka domethënë banesën ose shpina se soi që është kthim në drejtim të kiblës, atëherë anon pak djathtas majtas. Sikurse që edhe vetë Abu Ayyub al-Ansari ka vepruar në këtë hadith. Domethënë vazhdimi pjesës së Abu Ayyub al-Ansari thotë kur kemi shkuar në Sham, kemi parë që banjet, toaletet e tyre ishin të ndërtuara drejt kiblës. Dhe pastaj anonim pakaz. Dhe pastaj bënëm istighfar Allahun azza wa jall. Kërkojmë falje nga Allahu azza wa jall. Pse Abdullah ibn Umerit ka punuar me tjetrën. Domethënë mendimi i Abdullah ibn Umerit ka qenë që domethënë kur është në ndërtesë,
lejohet. Për arsye se vetë ka transmetuar hadithin e pejgamberit alayhis salam. Mirë po thama, kur të merr njeriu atë mendimin që nuk bën, atëherë lakon pak drejtohet, domethënë ndron drejtimin. Anash, djathtas, majtas, kështu me radhë, edhe nuk hin në gjuna. Wa sallallahu alaihi wa sallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.